Fshati Meqe në njësinë administrative të Rapës në bashkinë e Pukës është fshati më i prekur nga reshjet e 6 janarit. Fshati i largët malor aktualisht ndodhet e izoluar totalisht pasi rruga që lidh Meqen me Kabanshin, ajo që lidh këtë zonë me Qelzën apo dhe rruga e Krabi kanë pësuar shëmbje masive. Si pasojë e erozionit, dy banesa rrezikohen seriozisht, ndërsa tokat bujqësore, urat dhe rrugët që lidhin lagjet apo shtëpit me njëra tjetrën thuajse nuk ekzistojnë më. Bën të ditur kryeplaku i këtij fshati Rustem Nimani. Damtej 2 ura, damtej 6 km rrugë, vend pothuajse plotësisht, edhe prekuran 2 familje të fshatit. Mori tokat arë, mori pemë, mori livadë. Fshati jonë, si fshat tepër malor, i vështirë, dhe nuk ka mundësi të komunikojnë as me shtëpia me shtëpi. Mustaf Kopani, banor i zonës, situatën e krijuar dhe dëmet në fshatin Meqe ja faturon kompanisë që kreu punimet për ndërtimin e hidrocentralit të Kabashit, i cili krahas punës pa cilësi, ndërpreu punimet duke sjellë dhe pasojat se duket se nuk do të kenë të ndalur përgjatë gjithë dimrit. Jam i dëmtuar nga firma zbatuese e hidrocentralit Kabashit, si pasojë e kësaj firme që është largu pa përfunduar punimet e saj dhe kam gjithë erozionin e gjithë kodës shpatit mbidhet të gjemë të shtëpia dhe rrezikohet shtëpia. Për veç punit është se ka një komplet me orë buke, por rrezikojnë shumë shtëpi. Dhe kërkoj të bëhat punime për largimin e erozioneve nga shtëpia. Banorët e fshatit Meqe kërkojnë që Bashkia e Pukës të ngrejë një komision për verifikimin e dëmeve, pasi familjet e kësaj zone janë totalisht në izolim dhe pa forcë për të ndërhyrë.